Kjo është pjesa më interesante e pallatit të brigadave. Jemi në pjesën e tretë nëse ta quajmë tani, por që është kati i dytë. Ishte pjesa jashtme, ishte pjesa e sallës mbretërore, sallës fronit dhe zyrës mbretit, ndërkohë kjo na çon në pjesën rezidenciale private të mbretit dhe të mëkëmësit. Kjo pjesë nuk u prish kurrë. Në vitet e komunizmit, të gjitha këto skulptura që kanë ardhur nga Italia dhe që tregonin zhvillimin e Italisë, raportet me Shqipërinë, ja ku ke kurorën e Skënderbeut e tjera, u mbuluan me një pjesë të kuqe, me një robë të kuqe, e cila nuk i lejoi të dukeshin kurrë, por ama nuk i preku kurrë, edhe pse ishin simbole fashiste. Ndoshta ishte gjëja më e mirë që Enver Hoxha bëri për ta shpëtuar pallatin e brigadave. Këtu janë abazhurët kryesor të hyrjes. Është një nga shkallët monumentale më të bukura që mund gjeni, sikur se thash, pallati mbretëror shqiptar është i vetmi pallat mbretëror racionalist, pra jo klasik. Nuk e gjen askund në botë. Një të dytë, mermeri i përdorur është mermeri italian i rrallë, i ardhur nga Italia në atë kohë me prioritet. Qilimi është i vetmi që nuk është i tij origjinal, është sjell nga Kina më pas, dhe këtu shkon tek pjesa e paradhomës. Ka disa gjëra interesante, dhe tavani shumë i bukur në formën e një guaske, i cili vjen në pjesën e saj dhe pjesa tjetër e ngjashme. Këtu hym në hallin e pallatit të mbretëror. Tani do t'ju tregoj cilat mobilje janë origjinale dhe cilat nuk janë më origjinale. Këto mobilje nuk janë origjinale të pallatit të brigadave, janë sjell më pas nga familjet e pasura shqiptare që ju shtetëzuan. Kjo është pjesa e balkonit që ju thash që mund të shohësh sallën e fronit. Ja ku është. Tregon të gjithë sallën e fronit dhe është manice, ta shohësh nga sipër. Ndërkohë që këtu është një prej skulpturave më të bukura të pallatit të brigadave, një miksim ose të pallatit mbretëror, miksimi rrallë i oniksit me mermer. Sipër është mermer, poshtë është oniks, po t'i bjeri drita e sheh dhe nga mbrapa ndriçimin, pra është shumë i bukur për ta parë se si po t'i vësh ndriçim nga mbrapa, shive se si merr, e ndriçon, pra është oniks i rrallë, ndërsa sipër mermeri nuk përçon gjë, është një nga statuet më të bukura, shpresoj të mbetet gjithmonë mbi këtë pjedestalin e vogël. Tani jemi në disa drejtime. Këto njerë janë koltukët origjinal të pallatit brigadave. Kjo është pjesa e Jakomonit, është pjesa e mëkëmësit, i cili duhet kishte një qëndrim të ndryshëm nga i mbretit. Apartamenti mbretëror nuk prekej kurrë. Këto janë, edhe këto është origjinale, shumë e rrallë, çdo gjë e dizenjuar me dorë, e prodhuar në Itali. Copë mbas cope, sërish janë koltukët origjinal, të cilët dikur janë përdorur në dijenin time në sallën e poshtme të fronit, në vitet e komunizmit, kanë të njëjtin dizajnim. Këto janë shkallët e emergjencës, këtu ka një zyrë të vogël, po do t'ju tregoj më pas, pra shiheni se si janë koltukët. Tani do të shkojmë tek pjesa e pikturat janë vendosur më pas ato. Këto janë sërish punime të asaj kohe, pra po të shihni janë simbole fashiste, por edhe simbole kombëtare shqiptare. Këtu ngjitemi në katin e tretë, gjëja më e bukur e cilit dhe atë do ju tregoj është kopshi dimror, ndërsa këtu hym tek perla më e veçantë. Është apartamenti më i bukur që Shqipëria ka. Jemi në apartamentin mbretëror. Ndriçimi duhet vinte nga lart, natyral. Në qendër ti është një tavolinë e madhe me 10 karrige. Unë nuk jam i sigurt nëse kjo është përdorur në atë kohë apo është vendosur më pas. Kjo është e vetmja gjë për cilën nuk di t'ju përgjigje. E gjitha kjo që po shihni është garderoba e mbretreshës. Po garderoba e mbretit dhe mbretreshës fakt, e të dyve bashk, një garderobë ku duhet vendoseshin plaçkat, ku sistemi i mobiljeve, shihet çfarë mobilje elegante është. Është një pesçe ku munduren 5 veta, e gjitha e bërë në dru të punuar. Këte i vim sërish në pjesën e garderobës, e gjitha garderoba, dhe këtu po hym në pjesën e apartamentit të mbretit, apartamenti mbretëror. Ky është apartamenti, është zyra e mbretit, e cila këto nuk i ka origjinale. I ka të gjitha origjinale me tavolinën. Ky ishte zyra private e mbretit, zyra ku ai punonte
në kushte private, edhe globi është i asaj kohe, është shumë i rrallë, i vendosur këtu që në kohën e Jakomonit, po ashtu pjesa e abazhurve, që është i ngjashëm ato që ishin zyrën poshtë, është një zyrë dytë, interesante para se të hymë tek dhoma e mbretit, është një zyrë dytë që është në këtë drejtim, është tualeti ky i mbretit. Këtu është dhoma atëre e gjumit, po shumë në dhomën e gjumit të mbretit. Kjo është dhoma e gjumit e mbretit. Një pyetje si kam dhënë kur përgjigje. Pse dhoma e mbretreshës është shumë më e madhe se e mbretit? Artan Lame më ka dhënë një përgjigje, po unë s'dua ta them, e mbylla gojen. Kjo është dhoma origjinale. Ky është krevati origjinal, ku supozoj do të flinte Viktor Emanueli III, i cili nuk fjeti kur këtu, sepse duke pasur romatizëm, pallati kishte lagështi. Të gjitha mobiljet janë origjinale, me këtë pjesën e vogël të komodinës, më pas është shtuar një kondicioner antik, sepse s'kishte, ka një dalje shumë të bukur në balkon. Kjo është shumë interesante, po duhet jetë mbyllur. Tu brenda gjendet një kasafort e cila nuk është hapur kur në 85 vjet. Zoti e di se çfarë ndodhet brenda asaj kasaforte. Në televizorun e kam treguar disa herë, shkojmë deri tek dera, por kompania vetë që e ka prodhuar, një kompani italiane, nuk e di sa ka kërkuar për të hapur këtë kasafort, se çka brenda saj Zoti e di. A ka bizhu, a ka lek, a ka letra, a është bosh, askush nuk e di. Ndërkohë që po shkojmë në tualetin e mbretit, ai dola gjatë, po mund t'i kisha dalë dhe më shkurt nga dera e brendshme, sepse është kjo dera e brendshme. Është kjo dera e brendshme që e lidh. Tualeti i mbretit është origjinal dhe ka ngjyrë gri të qelur, domethënë gri të qeshur, shiheni me lavamanin, pasqyrën e asaj kohe, vaskën, dushin, ishte i pari pallat me dush të rrjedhshëm në Shqipërinë e asaj kohe, me tualetin dhe biden. Të gjitha origjinale dhe pjesa e ngrohtë ku vendoseshin peshqirët është po ashtu origjinale, madje edhe kjo pjesë Suhapka më, e cila është, tash ki parasysh ka shumë vite, dhe tani do dalim në pjesën më të mrekullueshme të pallatit mbretëror, në dhomën e mbretreshës. Tash nuk e kam kuptuar kur pse mbretresha e kishte kaq më të mirë. Edhe këtu ishte zyra që ju tregova e mbretit. Këtu hymë në paradhomën e mbretreshës, e cila kishte një garderobë personale, që konsideroj garderoba për pjesën më intime të saj, shiheni, është me ngjyrë tjetër nga turkuazi, është me ngjyrë të kuqe, është e gjitha origjinale, dhe këtu hymë në dhomën, ta mbyll dhe ta hap, që ta shihni në dhomën më të bukur të gjumit që ka Shqipëria. Dhoma e mbretreshës, Mahnice, me një sipërfaqe të jashtëzakonshme, duhet jetë mbi 150-200 metra katror. Ky është krevati i mbretreshës me shqiponjën aty, me dëgjoj, duket i vogël, është 2 metra e 20, po duket i vogël, pra ky është krevati mbretëror. Kjo është pjesa ku bënte tualetin mbretresha, është një zonë shplodhje me gjithë abazhurin e famshëm, që është kjo këtu, zona ku mbante gazetat dhe revistat, që i vieshin çdo mëngjes, një ambient të vogël ndenje, 2 koltuk të tjerë ndenje, një ndenje akoma më të madhe që ishte kjo këtu, me pamje nga Oxhaku i famshëm me pasqyrë, një tavolin të vogël pune në atë drejtim, dhe tavani i cili është në mënyrë të mrekullueshme i bërë përmes 15 punimeve të rralla. Shihni, të cilat janë kryesisht skena nga gjuetia. Janë të jashtëzakonshme. Tani do eci edhe në pjesën tjetër për të treguar se ku jemi, dhe me sa duket do ta bëj një pjesë në vete, pjesën e Jakomonit. Shihni sa çfarë mrekullie ka. Është një nga dhomat më të mëdha të gjithë pallatit. Këte i shkojmë në tualetin e mbretreshës, tualetin mbretëror, nëse mund të quhet kështu, i cili është bërë me një mermer shumë të rrallë. Askush nuk di ta thotë, por pretendohet që vlerëfta e këtij mermeri është më e madhja që bota ka njohur në atë kohë. Është një mermer i ngjashëm me Rosa Portogalo, po unë nuk di ta them cili është.
është në ngjyrë bezh, vaska, pjesa e lavamanit, WC-ja, bideja, 2 karriget me pamje të mrekullueshme të pjesës së oborrit me statujat në këtë drejtim dhe me kapelën, me kishën në drejtimin tjetër. Këtu vijojmë, thash, ky mermer është nga mermeret më të rrallë që mendohet. Nuk e di nëse drita vjen dhe i afrohet pak këtu për të parë se çfarë ngjyre ka mermeri i sheni. Shini çfarë mrekullie. Është mahnitës. Kjo është pjesa e paradhomës, që ishte njëkohësisht edhe një dhomë denje e vogël e mbretreshës, me të gjithë edhe çelësat origjinal, po ti shohësh, dhe këtu është një tavolinë pasqyrë e cila u thye nga një cifër e topit që në 18 tetor 1943 artilleria e brigadës 3 partizane qëlloi kundër asamblesë që ishte mbledhur në atë kohë. Kjo është dhoma e ndenjes, ndërkohë këtu dalim edhe një herë në pjesën e garderobës së mbretreshës, por që mos dal nga garderoba do kthehem edhe një herë nga dhoma mbretreshës për të dalë dhe pastaj do mundohem t'ju çoj te Jakomoni. Shiheni se çfarë mrekullie. Dhoma e mbretreshës në pallatin mbretëror shqiptar. Një mrekulli.